أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Të dashur dhe të nderuar vëllezër të pranishëm e këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porosit që i marrim nga libri Riyadus Salihin i Imam Neveviut rahimahullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Edhe sot jemi në hadithin 654 më radh që nga fillimi i librit. Hadithi i dytë në këtë kapitull i cili flet për obligimet e pushtetarëve ndaj qytetarëve, ndaj popullatës që ata e qeverisin. Hadithi i dytë, ku Imam Neveviu rahimahullahu taala thot: "Wa an Abi Ya'la Maqil ibn Yasar radiyallahu anhu qal: Sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. Çdo robit të cilit Allahu i jep pushtet mbi popullin e vet, e vdes ditën që vdes, duke tradhtuar këtë amanet, ai njeri nuk ka për të nuhat aromën e xhennetit. Në transmetimin e dytë tek Sahihu Imam Buhariut rahimahullahu taala qëndron: "Falam yahuttuha bi nushihi lam yajid raihat al-janna." Dhe nuk e rrethekon atë popull me këshillat e veta, ai njeri nuk e nuhat aromën e xhennetit. Më falni, të hadithi i parë që e ka haram xhennetin, se miki mendja të hadithi të kuptimi i dytë i hadithit. Dhe në transmetimin e dytë të Imam Muslimit qëndron: "Ma min amirin yeliya umur al-muslimina thumma la yajhadu lahum wa yansahu lahum illa lam yadkhul al-jannata ma'hum." Çdo pushtetar që më përsipër qeverisjen e muslimanëve dhe pastaj nuk përpiqet për ta, as nuk e këshillon ata, ai njeri nuk ka për të hyrë në xhenet me ta. Ky hadith me këto shtesa që gjenden në transmetimet e dyta tek Imam Buhariu rahimahullahu taala dhe tek Imam Muslimi janë origjina e këtyre mësimeve dhe porosive që na e kemi marrë tash 10 mësime. Na ka marrë shumë kohë, po thjesht sepse janë udhëzime të cilat i nevojiten secilit musliman sot në këtë kohë për të ndërtuar raportin e tij me pushtetarët e kohës. Po gjithashtu është një kontribut të cilin e jep Islami dhe e japin hoxhallarët në përmirësimin e gjendjes së shoqërisë sonë, përmirësimin e jetës politike, shoqërore, ekonomike dhe fetare në këtë kohë. Dhe për ta kuptuar ne si musliman që jemi këtu në xhami, muslimanët e përgjithësi, po edhe të tjerët, se sa është i madh kontributi i Islamit në përmirësimin e standardit jetësor të njerëzve. Synime dhe dëshira që njerëzit i kanë sot, por zakonisht zgjedhin metodat e gabuara në arritjen e këtyre qëllimeve. Mësimet e Islamit, ato që na jep Kurani fisnik dhe ato që na japin hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, janë sigurisht të vetmet që mund garantojnë realizim të plot të krejt këtyre deklaratave, qëllimeve, objektivave për të cilat folet
vazhdimisht në kohën e fundit. Ishte prej mësimeve të fundit, ku e lam në mësimin e kaluar, dhe me te, inshallah, ta'ala përfundojmë sharimin e këtij hadithit, se prej qëllimeve të thirrjes islame është sqarimi i përgjegjësisë që ka pushtetari. Dhe se nuk është siç ndodh sot, ku njerëzit synojnë me arritje pushtet për përfitime personale apo klanore. Dhe ata që i ndihmojnë pushtetarët me marrë pushtetin, i kanë po të njëjtat qëllime. Edhe këtu fillon gabimi i secilit njeriu në këtë shoqëri. Kur ai që e lyp pushtetin dhe ti që e ndihmon atij me marrë pushtetin, e kanë qëllimin e përfitimit material, e vetë realizimit vetvetes, për të marrë pushtet dhe fuqi, atëherë nuk ka mundësi me pas korrigjim të jetës dhe shoqërisë. Ama nëse një pushtetar në qëllimet e veta për ta marrë pushtetin, i ka disa për këtyre gjërave që kanë përmendur dietarët qyshherët, dietarët musliman. Dhe ai që e ndihmon këtë njerëz për ta marrë pushtetin në prizmën e këtyre përcaktimeve të përgjegjësive që kanë përmendur dietarët, atëherë je i arsyetuar para Allahut xhelal. Edhe do shpërblehesh për angazhimin tënd pa marrë parasysh a merr pushtet as merr pushtet. Pa marrë parasysh kandidati jot a fiton a nuk fiton. Sepse qëllimi jot është i pastër, është i ndershëm, është i arsyeshëm fetarisht. Edhe e kundërta është e kundërt. Nëse ai që lyp pushtetin dhe ky që e ndihmon atij me marr pushtetin, kanë qëllime materiale vetëm, atëherë ai sfiton kurrë shpërblime për Allahu xhelal, bile ka mundësi me kon pjesë e llogaridhënies bashkë me atë kandidat që ky e ka përkrah me marr pushtetin në kohën kur ai ka jetuar. Duke u përgatitur për mësimin e sotit, më ranë sy një fakt. Ne kemi disa citate të ulemave se kur kanë folur për kryetarin musliman, paramendojnë shekullin e 4 kemi, hijri, shekullin e 5 edhe 6 edhe 7. Saharët, dietarët kanë folë dhe kanë përcaktuar detyrat dhe obligimet që i kanë kryetarët. Për me kuptu se ndryshe nga ajo që është sot, nuk është vetëm se me pa ëndër të dhe me dëshiru mu bë kryetar. Po me ditë se ai që e merr guximin me lyp postin, duhet më përgatit me kapacitetet e tija psikofizike, imanore, mu ballafaqu me përgjegjësinë e madhe që e merr. Se nëse jep hakun, e merr shpërblimin e vetë dhe gjithë asaj popullate që ai qeveris. Po nëse nuk ja jep hakun, e merr mbi supet e veta barën e qeverisjes së tij dhe krejt popullit që ai e qeveris gabimisht. Dhe për këtë arsye dietarët musliman kanë dhënë kontribut jashtëzakonshëm që me përcaktu vijën ka e cila duhet me ecë kryetarët dhe ata që i zgjedhin kryetarët ose i përkrahin ata. Pra pushteti që ka amanet dhe ai që merr pushtetin ka përgjegjësi. Përgjegjësi për të garantuar mirëqenien e shoqërisë që ai e qeveris. Jo vetëm gjërat bazike, po duhet punon që të jetë i vëmendshëm, i kujdesshëm për shoqërinë dhe t'u jep atyre këshilla, udhëzime, rekomandime me të cilat i përmirësohet jeta atyre, të gjitha segmentet e jetës. Edhe në aspektin fetar, pa mendoni, themi i përmirësohet jeta në aspektin fetar. Edhe shumë është më rëndësi me marr këtë komponent dhe me krahasu me atë që sot e bëjnë politikanët.
edhe në aspektin politik, me pas stabilitet politik, edhe në aspektin shoqëror, me pas paqe dhe mirëkuptim, edhe në aspektin ekonomik, me pas mirëqenie ekonomike dhe zhvillim ekonomik, edhe në aspektin e sigurisë, edhe në aspektin e ruajtjes së integritetit dhe sovranitetit të shtetit ku jeton një popull dhe një komb. Andaj, për të tregu këto qëllime, do i përmendim këtë citate dhe do mundohemi t'i elaborojmë nga pak. Thot Qadi Iyadi rahimullahu taala, Qadi Iyadi ka qenë për ulemave të Andaluzisë. Ka lind viti 476 dhe ka vdek viti 544 të hijretit. Unë ka jetu në shekullin e 6 të hijretit. 1083, 1149, në shekullin e 10, 11, falni, shekullin 11, 12 të kalendarit, dhe thot Gregorian. Ka jetu në Andaluzi dhe ka vdek në Marokon e Sodit. Realisht e kanë vra. Pse e kanë vra? Sepse njëri për pushtetarëve në kohën e tij ka kërku prej tij që ai me lavdru atë dhe me llogarit atë si një prej mehdive të pritur tek muslimanët. E ka thonë që si plotëson ato kushte, së mundesh më kanë. S'ka pranuar me ju nështru pushtetarit zullumqar në kërkesat e tija të gabuara fetarisht. Edhe kanë vra. E kjo është madhështia e dietarit, i cili nuk e shet fenë e tij, megjithse ballafaqohet me kërcënim nga një pushtetar zullumqar. Edhe kjo është ajo që e bën madhështor edhe çdo besimtar, që nuk e shet veten e tij për interesa materialiste, sot po flas, nuk e shet votën e tij për interesa shumë të vogla materialiste, por e ngrit veten lart ashtu si i takon çdo besimtarit. Se besimtari nëse e shet shpirtin e tij, e shet vetëm para njerit. Ajo është Allahu subhanahu wa taala. As kujt përveçti se është shpirtin e vet. Dhe ky besimtar i cili rritet me kësaj lloj akide është e pakuptimt, e palogjikshme, me ardh puna me shit veten e vet për pak parë, për pak përfitime materiale. Tu kërkohet patjetër sinqeritet me Allahun dhu xhelal, s'është më rëndësi ti mu çka më thu, ose unë e ty çka tham, kjo s'lun rol. Më rëndësi është unë edhe ti Allahu çka i themi. Nëse ne jemi sinqert me Allahun dhe kemi përgjigje para tij, atëherë ti rri rahat, mos kikoj, ama nëse s'ki përgjigje mi dhon Allahu dhu xhelal, atëherë duhesh më mendu valla shumë. Se si ai që e ka marrë pushtetin, si ti që e ke ndihmuar me marrë pushtetin, llogarinë e keni të njëjtë. Shifni domethën, ka jetu në Andaluzi, në Spanjën e Sotit, edhe ka shkujt për obligimet faktisht e kryetarit musliman, duke komentu këtë hadith, se Qadi Iyadi rahimahullahu taala njëra prej librave që e ka një libër në komentimin e Sahihut të Imam Muslimit. Edhe aty ai thotë kështu: "Wa hadha al-hadithu wa ma fi ma'nahu", ky hadith dhe hadithet e ngjashme me të, bejinun fi të-tahdhiri min ghashi al-muslimina liman qalladahu Allahu shay'an min amrihim. Është shumë i qartë në vërejtjen e rëndë që jep atyre që i tradhtojnë dhe mashtrojnë muslimanët, sidomos të atyre që Allahu ka dhënë pushtet mbi ta. Wastir'ahu alihim, i ka bë kujdestarët e tyre. Wa nasabahu khalifatan li maslahatim, dhe i ka përcaktuar si khalife, pushtetar, qeverisës, më këmbës të interesave të tyre. Wa ja'alahu wasitatun bainahu wa bainahum, dhe e ka bë atë njeri ndërmjetësues mes pushtetit dhe popullatës fi tedbiri umurihim fi dinihim wa dunyahum, dhe e ka përgjegjësinë në organizimin e jetës së tyre në aspektin e dinit edhe në aspektin e dunjas. Domthonë, kryetari musliman e ka obligim më kujdes për fenë e popullit që ai e qeveris. Pse?
sepse njerëzit janë në fen e pushtetarëve të vetë. Edhe andaj nëse në një shoqëri pushtetarët që kanë qeverisën dhe dietarët që kanë pushtetin autoritativ prishen, atëherë s'ka perspektivë për atë popull në atë vend. Nëse qeveritari prishet, e humb dinën e tij, e humb dinjitetin e tij, e humb ndershmërinë e tij, i humb vlerat morale, edhe dietarët, hoxhallarët, e humbin dinën e tyre, e humbin guximin e tyre, e humbin moralin e tyre, e humbin ndershmërinë e tyre. Atëherë s'ka me kur gjë nga interesi fetar në atë popull në atë vend. Sikur se ka thonë Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala, hal afsada ad-din illa al-muluk wa ruhban as-su. Fen kush e prish? Mbreti i keq edhe hoxha i keq. Ata e prishin fen. Edhe andaj kryetari musliman për detyrave bazë paska rregullimin, organizimin e jetës fetare të tyre dhe normalisht organizimin e jetës së dunjas të tyre. Fa idha khana bima utumina ali, fima utumina ali. E nëse ai e tradhton këtë amanet që e merr, wa lam yansah fima qalladahu, e nuk ua ka gale, nuk i këshillon ata që i kanë pushtetin e tij. Wastakhlafa alayhi imma bitadji'i li ta'rifihim, edhe këtë pushtet, këtë mëkëmësi që ka marrë, e humb, ose duke e lanë pas dore detyrën e mësimit të fesë. Popullatës, dhe më thonë, kryetari musliman e ka për detyrë dhe obligim që Ministrinë e Arsimit me vendos në shërbim të fesë. Kurikulat e fëmijëve që mësojnë parashkollor, shkollën fillore, të mesme, në universitete, me i orientu të gjithë ata të forcimi i besimit. Normalisht e ka mësu kimi, matematik, fizik, mirë po ka me pas brenda tyre edhe plus tyre mësim edhe lanë të cilat e lidhin me Allahun subhanahu wa taala dhe ashtojnë besimin ati. Edhe elhamdulillah feja islame, çfarë dush lëmi e fol, ki i plot argumente me lidh me besimin në Allah dhe me lidh me Kur'an. Edhe një pushtetar që se ka këtë gale heq, atëre si ka mundësi ti si musliman me përkra ata. Andërët, imma bitadji li ta'rifihim bima yalzamuhum min dinihim wa akhdhihim bihi. Kjo është e para më mësu fen, e dyta me insistu që ata me zbatu fen, me jetu me fen. Pushtetari musliman e ka për detyrë dhe obligim me kriju mekanizma lehtësuese për besimtar që ta kenë lehtë me zbatu fen. Për shembull, sikur se është e na situata, dita e xumot ditë pune. Nëse s'mundesh me anulu ditën e xumot ditë pune për shkak interesave globale që janë në botë, ti ke mundësi ditën e xumot orarin e namazit të xumos me bë pauzë. Edhe me pru vendim, Ministria për Punë Sociale dhe për drejtet e punëtorëve dhe për ditat festive, ka mundësi me ndërhy me amandamente dhe me bë për shembull ditën e xumos, kohën e namazit të xumos pushim për besimtarët musliman. Që mos ketë problem asnjë musliman për ta falë xumon. Edhe mos ketë argument nesër para Allahu të xhallahu, thonë valla, unë deshta më fal, po fulan drejtori së mbla, fulan punëdhënësi së mbla. Duhet me mësu fen edhe duhet më ndihmu aty me realizu rregullat e fesë. Wal qiyamu bima yata'ayyanu alayhi min hifdhi shara'ihim, normalisht të zbaton të gjitha obligime që i ka për të ruajtur ligjin e Zotit Dhul Xhelal, wa dhubi anha, me mbrojt ligjin Allahu Dhul Xhelal, li kulli mutasaddin li idkhali dakhilati fiha. Secilit me mbrojt fenë Allahut nga çdo tentativë e secilit që don me shtu diçka brenda fesë gjëra që s'kan besoj. Shife, pushteti kryetari musliman jo vetëm që duhet me pra fen, po duhet edhe me mbrojt fen nga tentativat e ndryshme për ta shpërfytyru fen, për t'i dhënë pamje tjetër nga ajo origjinalja fesë. Ajo që ne e themi në gjuhën e fesë,
për me mbrojt fen nga bidatet dhe sajesat e ndryshme që mundohen njerëzit me ashtu fesë. Herë me njetet të rritjes së devotshmërisë dhe fetarisë, e herë duke tentu me përshtat islamin me trendet bashkohore. Këto tentativa që i bëjnë njerëzit, dikush me njetet të mira, e dikush me njetet të këqija, pushtetari musliman e ka detyrë të obligim me mbrojt fen prej tyre. Edhe me vazhdu feja në originalitetin e vetë, me vazhdu me qenë i pranishëm tek njerëzit. Pas e thot, tahrifin li maaniha, ta mbroje fen nga ata që tentojnë të deformojnë kuptimet e fesë, ihmali hududi, ose ata që tentojnë me shpërfill zbatimin e denimeve fetare ndaj atyre që bëjnë krime dhe gabime, të di hukukihim, ose kur dikush tenton me humb detyrat që i ka ndaj shoqërisë, tërki himayati hauzetihim, apo e lën nuk e kryen mbrojtjen e shtetit që ai e qeverisë. Kryetari musliman në gjendje të jashtëzakonshme e ka për detyrë me përdor të gjitha mekanizmat që i ka shteti për me mbrojt popullatën nga sulmet e jashtme. Se ti ke përgjegjësi për çdo shpirt që është në shtetin tanë. Nëse dikush për armiqve nga jashtë sulmon dhe të s'ke arrit me mbrojt vetën dhe popullin tanë, ki me dhonë llogari për Allahu dhe Xhelal. Edhe këtë gati dush me pas ndesh wal mujahidet e aduvihim. Du të me konë i përgatitur, në këto është puna e ushtrisë, inteligjencës, policisë, që janë aparate shtetnore, të cilat i përdor shteti për me e mbrojt shoqërinë, popullatën e vetë. Terki siretil adli fihim, apo e braktis qeverisjen me drejtësi ndaj tyre. Edhe kjo është për komponentave bazë, edhe boshti dhe bërthama e qeverisjes islame drejtësia. Edhe sot pretendohet dhe flitet shumë për drejtësi. Mirë për mes asaj që thuhet dhe asaj që bëhat, len shumë për të dëshiru. Realisht, as pak nuk përputhet ajo që thuhet me atë që bëhat në pushtetit e sotit. Drejtësia është e pranishme në fjalimet e shumë politikanëve, ama për mos të gabu, radhë mund është me gjithë 1% për këtë atyre që flasin se atë që e thot në lidhje me drejtësin e beson edhe jeton si pas ati parimit. Ande kush nuk i ka për kryetarëve këto parime që kujdesit për to, faqad ghashahum. Ky kryetar e ka tradhtu amanetin e tij dhe ka mashtru këtë popullat që ai e qeverisi. Wa qad nabbaha sallallahu alaihi wasallam an dhalika min kaba'ir dhunub. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith ka treguar se ky veprim është prej gjunahave të mëdha, al-mubiqa, e cila e zhyt këtë njeri thellë në xhenem, al-mubi'idata anil janna, veprimi i cili e largon këtë kryetar nga xheneti. Idha dakhalaha as-sabiquna wal muqarrabun, nuk e lën me hin xhenet atëra kur hin xhenet ata të parët edhe të hershmit. In anqadhahu Allahu alayhi wa'idahu, in anfadha Allahu alayhi wa'idahu al-mujibu li'adhabihi bin-nar. Sepse Allahu ka me zbatu të ky njeri kërcënimin ndaj tij me dënu me zjarr xhenemit, Allahu na rujt, au iqafihi bil barzakhi wal a'raf al mudda allati yasha Allahu ta'ala, ose e lën Allahu si dënim në berzakh, në araf, një kohë caktuar sa don Allahu me lon me pengu me hin xhenet, au yuhrimu al janna ra'san in fa'ala dhalika mustahillan, apo ja bon haram xhenetin tërësisht nëse ky njeri këto veprime bën duke menduar se janë halal për të, domethënë nuk ka obligime ndaj Zotit kur gjë, si intereson atij dëshira Allahu xhelal, po thjesht qeveris me çfarë do ligje për të mbajtur gjallë qëllimet e veta ose interesat e tija personale apo grupore, siç e përmendëm në fillim. Do të një kryetar musliman që si kryen këto detyra, ai kërcënohet nga Allahu xhelal me qenë larg xhenetit një kohë. Edhe ti veç se me qenë larg xhenetit je i dënuar, Zoti mos e boft, edhe plus me hin xhenem për shkak të këtyre përgjegjësive që nuk i ke përmbush. A nëse ti si kryetar mendon se s'ki obligim ndaj Zotit, as ndaj ligjit të Zotit, as ndaj fesë Allahu xhelal,
edhe thunë qeverisë si duone, me qefet e mia, me rregullat e mia, me ligjet e mia, e bën halal domethënë këtë situatë, atëra njeri mbetet përgjithmonë në xhenem, Allahu na ruaj. Andaj shumica e politikanëve që sot janë në pushtet dhe nuk kanë kësi lloj qëllimesh, ata janë nga kategoria e dytë fatkeqësisht, se as e besojnë Islamin, as e kanë ngalën e Islamit, as mundohen domethënë të praktikojnë disa prej këtyre detyrave që kanë përmend ulemat për pushtetarët. Mas këtij e kemi Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimullahu taala, i cili ka jetuar në vitin 661 dhe ka vdekur 628, 1263, 1328, ka jetuar në Sham, po edhe Imam Ibn Taymija rahimullahu taala madhështor është bon për shkak guximit të tij me u marr me pushtetin e asaj kohe në kuptimin e nxitjes dhe këshillimit për të qenë të drejtë dhe për ta mbrojtur shtetin islam në atë kohë. Madhështia i Ibn Taymijës rahimahullah nuk është vetëm kuptimi i thellë i fesë, po edhe guximi i tij u ballafaqu me gjendjen reale në cilën ka jetuar ai. Edhe në cilën ka jetuar pushtetarët asaj kohë. Paramendoni pushtetarët, sultanat që kanë qeverisë me Shamin në atë kohë dhe Egjiptin, kanë qenë musliman. Dhe kanë qeverisë me islam. Mirë po për shkak të mangësive që kanë pas dhe dobësive, Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah ka qenë shumë aktiv në komunikim me ta. Edhe i kanë nxit ata për ta mbrojtur vendin e Islamit. Paramendo këto vende sot Siri që janë për shembull tokat pas lumit e Eufrat në Siri që janë kufi me Irakun. Sheikhul Islam Ibn Taymija është pej Haranit, i lindur në Haran, është një qytet domethënë që është këtë pjesë të Sirisë. Po për shkak të sulmit që e bëjnë në atë kohë tatarët, mongolët, largohet familja e tij në vend Damask. Do ato vende në atë kohë Ibn Taymijës okupohen prej mongolëve tatarëve. Edhe ky megjithëse i ri s'ka mujt me ne të rahat. Por normalisht ka kërku prej pushtetit që ka marrë amanetin, ai më dal krah kësaj pune, ai më dal ballë kësaj pune. Edhe ka folë me pushtetarët e Shamit, po ka udhëtuar deri në Kairo, ku ka qenë pushtetari më i madh, edhe aty ka net derisa ja ka mush mendën mbretit musliman që me organizu ushtrinë edhe më ardh me mbrojt tokën islame, se ju ka thonë atëherë, shefe, historia përsëritet. U ka thonë atëherë, nëse ju zvini me mbrojt Shamin, Damaskin, prej tatarëve, kush u garantu juve se ata nesër nuk vinë në Kairo, me marrë dhe Kairo. E njëjta situatë është sot. Kush nuk e nal turin e kriminalëve agresorëve sionistë sot në Gaza, në Palestinë, kush garanton se ka me nal nesër kur ta sulmojë Sirinë, sikur është të sulmojë, apo Jordanin, apo Egjiptin, apo shtete tjera për rreth. Kur kush ka mundë me nal. Se po ndodhin, i thuhet presedane, po ndodhin ndodhi për herë të parë që shkelen këtë ligjet ndërkombëtare. Ku ti sulmon një shtet të huaj, pa arsye, pa kuni farë, domethënë arsye minimale. Edhe kjo i jep të drejtë nesër nëse nuk sankcionohet nga Kombet e Bashkuara, nga Këshilli i Sigurimit, e kështu me radhë organizma që nuk janë prodhuar me i dënu jo muslimanët, janë organizma që janë prodhuar për me i dënu muslimanët. Mirë po, megjithatë po flasim me gjuhën edhe deklaratat e tyre. Nëse nuk sankcionohet nesër kur kush s'ka drejt me smundet me nal, kur sulmoj edhe në shtet për rreth. Ama kështu ka më ndodh. Edhe andaj Ibn Taymija rahimahullah e përdor këtë njëjtën logjik. I thekë atij qeveritarit musliman në Egjipt, nëse ti nuk vjen me një musliman në Sham, që janë pjesë e territorit tanë, kur ta marrin Damaskin, ata kanë me vazhdu me ardh ka ti. E kemi pas edhe më vështirë më mbrojt. E bind qeveritarit musliman dhe ai e çon ushtrinë dhe mbrohet Damaski dhe mbrohet Siria nga tatarët. Pa ka jetu në shekullin e 7, në shekullin e 8, dhe thot kështu: "Wal-wajibu 'ala al-wali al-muslim an yajtahida fi al-qiyam bi mas'uliyatihi hasaba wus'ihi." Kushdo që merr pushtet ndaj muslimanëve, ai e ka obligim që të përpiqet të përmbush
përgjegjësitë e tija, obligimet e tija, sipas mundësive që i ka. Faman waliya wilayatan yaqsidu biha ta'at Allah. Kushdo që merr pushtet dhe me to ka qëllim të adhuron Allahun dhu xhelal. Wa iqamatu ma yumkinuhu min dinihi, dhe të zbaton me aq sa ka mundësi fen Allahu dhu xhelal. Wa masalih al-muslimin, dhe interesat e muslimanëve. Wa aqama fiha ma yumkinuhu min al-wajibat, dhe i zbaton me aq sa ka mundësi detyrat e Islamit. Wa ijtinabi ma yumkinuhu min al-muharramat, dhe kontribon për të largu maksimalisht gjunat haramet, bima yu'jizu anhu, dhe që e din se nuk dënohet për atë që s'mundet me bë, fa inna tawliyat al-abrari khairun lil-ummati min tawliyat al-fujjar. A duhet me kuptu se me i dhon pushtet burrave të mirë është shumë më mirë se me i dhon pushtet burrave të këqij. Ky rregull, ky përfundim i kësaj fjalie të Ibn Taymis është rregulli për ne hoxhallarët edhe muslimanët e sotit. Që zgjedhim njerëzit për në pushtet sipas mirësisë së tyre që kanë brenda vetes së tyre dhe brenda objektivave të jetës së tyre dhe brenda plan programeve të tyre. Nuk duhet me përzgjedh bazë të interesit personal, përfitimit material. Asnjëherë s'ka drejt muslimani kështu me vepru. Dhe nëse ai kështu vepron, ka me dhënë llogari për Allahut xhallah. Andaj gjëra, ai që kërkon pushtetin dhe ai që e ndihmon me marr pushtetin, piknisja e tij në këtë veprim do të qenë kjo, që na me shtu të mirën dhe me paksu të keqen. Edhe ai rregulli i artë që Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah vet e ka elaboruar vazhdimisht në për librat e tija, se kur ballafaqohemi me të mirën, mençuria e një dietarit është që mes dy të mirave me zgjedh të mirën më të madhe. Dhe kur ballafaqohemi me dy të këqija, që është e domosdoshme s'ka zgjedhje të tretë, atëherë mençuria e një fakijut, e një dietarit, e një muftijut është që për dy të këqijave me zgjedh të keqen më të vogël. Edhe Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah këtë pikë e ka elaboruar në formë të mrekullueshme, edhe është për kontributeve më të mëdha të tija në këtë rafsh, që e ka sjellë si rregull, që askush për ulemave kaq mirë dhe kaq qartë se ka elaboruar sikurse e ka elaboruar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, që është një prej ndihmave më të mëdha që na jep neve për kohrat tona, sepse na kur flasim për këto rregulla jemi të vetëdijshëm se në shoqëritë tona nuk kemi opsionin e parë të pastër. Po zakonisht gjendemi në opsione mes dy të këqijave me zgjedh, njërin prej tyre. Edhe urtësia e muslimanit është që vazhdimisht kur ballafaqohet mes dy të këqijave, të vepron ta zgjedh të keqen më të vogël në prizmën e asaj që tham, në shërbimin e Islamit, në shërbimin e interesave të vatanit. Asnjëherë me piknisje dhe synim për interesat e veta personale dhe atyre materiale. Mas Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kemi Abu Ya'la al-Farra. Ky ka jetuar edhe më herët. Ka jetuar në Bagdad, në Irak, 380, 458, 990, 1168. Do thotë, pranuan shekullin e 4, edhe më herët. Citati i tij është pak më i gjatë, koha neve na ka kaluar, por ajo që duhet ta them është shifne kujdesin e dietarëve musliman, e akademikëve musliman, shekullin e 4, 5, 6, 7 janë kujdes i përcaktu detyrat dhe përgjegjësitë e politikanëve. Dhe i kanë këshillu ata nëpërmes tyre shkrimeve që kanë bënë për libra, realisht i kanë këshillu ata. Po sikur se tregova edhe nga shembujt e tyre praktik te Kadhi Iyadi rahimahullahu taala, edhe te Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, e shohim se ata jo vetëm teoretikisht, por edhe praktikisht e kanë dëshmuar guximin e tyre intelektual, edhe kujdesin e tyre të madh për Islamin dhe muslimanëve e tyre. E tash neve kur kemi njerëz që tallen me Islamin, edhe ti ala domethënë mbështetesh, rreshtohesh mas ti, është shumë diskutabile për ta pasë ku është vlerësimi jon, ku është do thotë peshorja jon. Sa na jemi të i pa qartë këto fenomeneve se na po ballafaqohemi. Detyrimisht duhet na me përfundu sharimin e këtij hadithi sepse
është ndoshta për haditheve që më shumë të na ka marrë kohë në brenda këtyre 15 viteve që na i kemi këto mëngjeset e Riyadus Salihinit, po megjithëse unë mendoj se këto janë shumë pak krahasim sa kemi na nevojë për me ngrit vetdijen tonë fetare dhe me rrit dozën e sinqeritetit në vlerësimet tona për të pa gjërat në prizmën e asaj që i don për neve ose i kërkon për neve madhënia e tij Allahu subhanahu wa taala për të arritur kontributin e ton pozitiv dhe konstruktiv në zhvillimin e jetës fetare në vendet tona dhe normalisht për të arritur rahatin, komoditetin, mirëqenien në këto vende, që pastaj këto vendet kanë një lloj stabiliteti dhe garance për rinin ton, për djemtë dhe fëmijët dhe nipat ton, që ata mos kenë nevojë me baktis këtë vend e me shku në Evropë në perëndim, por me metune ku kanë mundësi me adhuru Allahun e madhreshëm në harmoni, në rahati dhe kanë mundësi me pas një jetë mire të kësaj bote komode, materiale kështu me radhë. Lutim Allahun e madhreshëm që Allahu na udhëzon të gjithë neve, na jep ditë të dobishme, na jep sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe na bën për atyre besimtarëve që vazhdimisht në jetën e tyre është prioritet fitimi i kënaqësisë së Allahut, pastaj interesat tona personale. Lutim Allahun e madhreshëm që Allahu na ruan nga keq kuptimi i fesë dhe dobësia jonë morale, mungesa e dëshmërisë, që na ta shesim veten tonë në fen tonë për gjëra të tilla të kësaj bote. Allahu na i fal mangësitë e na mbuloft turpet tona. Allahu i madhëshëm na dhash shnet e bereqet, e inshallah taala bëhemi të atill që kontribuojmë praktikisht për ngritjen e fjalës së Zotit dhe për hapjen e drejtësisë në vendin që jetojmë na. Wallahu taala alam, sallallahu ala Muhammedin wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.